Punimet për investimin në rrjetin e ujësjellësit kanë shkaktuar edhe një herë probleme serioze në furnizimin e energjisë elektrike në qytet. Mbrëmjen e së martës, si pasojë e dëmtimit të linjave elektrike gjatë punimeve nëntoksore, rreth 300 abonentë në zonën e Lungomares kanë mbetur pa energji elektrike për disa orë. Defekti është konstatuar rreth orës 19 në momentin kur firma kontraktore po kryente punime për shtrimin e linjave të ujësjellësit. Ka dëmtuar aksidentalisht rrjetin elektrik të tensionit të mesëm, konkretisht linjën 20 kV. Ky dëmtim ka sjellë ndërprerje të menjëhershme të furnizimit me energji për një numër të konsiderueshëm abonentësh, duke përfshirë banesa, biznese dhe struktura shërbimi, në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Menjëherë pas konstatimit të defektit në terren kanë mbritur grupet e operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ekipet teknike kanë nisur punën për identifikimin e dëmtimit dhe riparimin e tij në kushte të vështira për shkak të natës dhe kompleksitetit të rrjetit të prekur. Pas ndryshimit të intensive që zgjati disa orë, defekti është arritur të riparohet plotësisht rreth orës 23:30. Dëmtimi i linjës 20 kV ka qenë i konsiderueshëm. Ky incident shënon rastin e dytë brenda një periudhe të shkurtër kohore, ku punimet për shtrimin e linjave të ujësjellësit ka dëmtuar kabllot e energjisë elektrike. Ngjarja e fundit rikthyen në vëmendje domosdoshmërinë e planifikimit të kujdesshëm të investimeve publike dhe nevojën për masa më të forta ndaj firmave zbatuese, për të garantuar që punimet e zhvillimit të mos shndrohen në burim problemesh për qytetarët.